të bëjmë një paqe fiskale, quhet. Është një instrument që e kanë përdorur vendet dhe përdoret që në kohën e Romës vjetër, llogaritë. Që ka dhe emër të bukur në latinisht. Dhe është paqe fiskale negociuar me biznesin. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që një ndër elementet që për bizneset që janë me tatim fitimi, se ne deri në 140.000 euro xhiro i kemi pa tatim fitimi, kemi zero. Por një pjesë janë me tatim fitimi, do të mund të negociojnë me qeverinë që me prapakthim në 5 vite të deklarojnë, e para njëherë të negociojnë që të ardhurat e vitit në vijim do jenë kaq dhe llogaria do bëhet vetëm me rritjen ekonomike, bazuar në rritjen normale të tyre vit pas viti. Pra është një shifër që merren vesh dy palët, do jenë kaq edhe për këto të ardhur do paguhet ajo taksa 15%. Por ata me prapakthim mund të kthehen në 5 vite dhe të deklarojnë para më shumë nga ato që nuk kanë deklaruar ose llogaritë kanë dalë ndryshe etj. Dhe për çdo para më shumë që deklarojnë mbi normën e 140.000 të paguajnë vetëm 5% tatim. Tani këtu kemi një element që nuk është eksakt, por lidhet me këtë. Vetë deklarimi që ju kemi dhënë hoteleve dhe gjithë strukturave akomoduese në Shqipëri. Çfarë kemi bërë? Dhe cili është përfitimi i asaj paqes? Është që të gjithë elementet e paqes shoqërohen me një gjë, kush e pranon paqen? Merë në shkëmbim që nuk ka më kontrole të asnjë lloji natyre, nuk kanë më të drejtë inspektorët të shkojnë. Ai lokal, ai biznes do ketë një stamp, do ketë një shenjë që është në sistemin e paqes fiskale. Dhe aty nuk hyn dot njeri për të bërë kontrole etj. Gjëja e strukturave akomoduese që mund të interesojë, sepse është dhe për ata që janë nën këtë, është që kemi informalitet në deklarimin e shtetëror. Tani ne nuk duam të rrisim presionin me inspektore, me kontrole që sjellin edhe hallet tjera dhe ju e dini shumë mirë dhe ato hallet ne na vënë pozitë shumë vështirë. Por i kemi dhënë një mundësi të një vetë deklarimi përpara. Një vetë deklarim përpara, i cili është 60% në periudhën e pikut, që në fakt në periudhën e pikut shkojnë 95 edhe 100% strukturat akomoduese, të paguajnë vetëm për 60%, dhe pastaj është 30% në gjithë periudhën tjetër. Dhe në momentin kur ata bëjnë marrëveshje, s'kan më asnjë problem kontrolli me tatimet, asgjë. Lajmi i mirë është që deri tani në pak ditë që është shpallur iniciativa që ka hyrë në fuqi, janë 600 subjekte që kanë aplikuar dhe janë të gatshëm ta nënshkruajnë këtë marrëveshje me qeverinë dhe kjo është shumë pozitive për ta, është pozitive për ne sepse unë jam shumë i vetëdijshëm që ne kemi krijojmë probleme me inspektimet. Pra nuk bëjmë vetëm inspektime. Edhe ata që bëjnë vetëm inspektime nuk janë korrekt edhe në mënyrën si bëjo të vinë atje, edhe kur ti ke njerëz atje që je duke u marrë
miq që ke klientët të vjen dhe ai tani hajde letra dil këtu tavolina veçantë, pastaj fillojnë jo m'jep dhe një akullore, po m'jep dhe një. Këto barojnë. Ashtu e kanë pse. Dhe non barojnë. Por gjëja që pastaj është tani në proces, ju e dini që ne kemi bërë fiskalizimin. Fiskalizimi na ka dhënë rezultat, por ka akoma probleme sepse aty ku vjet rregulli shqiptari është i pari që i gjen hile. Dhe tani ne me inteligjencën artificiale po krijojmë modelin që të vëmë të kemi një sistem inspektimi pa njerëz që tjetë një nëpërmjet transaksioneve që janë 24 orë dhe nëpërmjet volumeve të çdo biznesi. Ky sistem pa njerëz, por që është një inspektor me inteligjencë artificiale, një kompjuter, jep të dhëna në kohë reale për të gjitha rastet kur ai konsideron që ka devijim nga normaliteti.